Doktor Fisnik. Unë tash më kuptu, me që shumë ke spontanisht kjo, edhe kjo kërkes me përmend momente humori, pa përmend një ndodhi që më ka ndodhë bashkë me një nga musafirët e misionit tuaj dhe miki joni përbashkët, e gjithashtu edhe mik dhe kolegi dr. Valbonit, dr. Afrim Shabani. Po, cilin e përshëndesim. Cilin e përshëndesim. Në vitin dikun 2002, ne i këshim mbaru studimet e fakultetit mjekësisë edhe dham hajde po shkojmë për Tiranë. Shkojmë Tiranë, atje si është spitali, edhe si janë opcionet atje ndoshta edhe me marrë specializim ose kështu diçka. Edhe unë nisëm me Afrimin, edhe hipëm këtë autobusin që ishte, ka qenë rruga vjetër në atë kohë, edhe normal në ato kohë ndodhte që me dalë këto sulmust, e ndryshën dhe thot, edhe me i sulmu autobus. Edhe dikon po, ata njerëz me maska. Edhe dikon rreth orës, do me thonë, ne unë nisëm në ora 6 mramje, unë nisë autobusi, llogaritë dikon në orën 12 diçka të natës, ne kemi qenë dikon para fusharzës, do me thonë, e kemi kalu Kuksen në ato pjesët e malore, edhe për moment filloj shoferi me bërtit, edhe autobusi mur shpejtësi edhe filloj me utund, edhe fillum do krisma kështu në autobus, edhe na kuptum që na kanë sulmu. Edhe si do qoftë krejt ram në mes autobusit edhe ushtrim edhe dikush tha kemi të klagosun mrapa në autobus. Edhe Afrimi tha mjek, na jemi. Edhe tash, ne tash uqum, edhe tash po shkojmë deri mrapa me pasi që ka ndodhë, kush është të. Edhe tash, mënyra që ishim ne të, dhe me thonë, pozicionum, ishte që one vike i pari më u këthy, mrapa dhe me shku ka fundi. Edhe Afrimi mas meje. Edhe ne esim bi njerë, sepse ata ke që ishin rana pjesën e mesme të autobusit, edhe kur rrim atje, kishte qenë ai shoferi i dytë, që thojnë, se shoferat u ndrojshin. Kishte qenë shoferi i dytë, i cili në atë ko oshtrin atë ullësën e mram, kishte shtri me flajt. Edhe ata qysh kanë gjujt, do të thotë, ato plumat e fundit e kanë rok pjesën e pasme të autobusit, edhe shoferin e dytë e kish rok plumit, do me thonë, në pjesën e poshme të shpinës, edhe, do të thotë, unë qëllova i pari, edhe ta shti po afrona, edhe ta shti kapi majicën, ajo majica e ti ka qenë komplet gjak, do me thonë, si me shti nuj. Ashtu edhe unë tash unë e kapi, edhe për e qoj majicën, ajo komplet gjak, edhe a i keti për gjakun, edhe në Afrimin në ato momente tha, festa nuk i dorza. Edhe unë u ktheva thash, po pse ti fole si e mjek? Edhe nejse që shtu kjo ka qenë për momenti. A pështaj? Pështaj, në fakt, ata mandej, ne aty edhe s'kishim shumë opcione, realisht. Edhe atëherë ne vetëm e morëm ne, e bonim një farë presioni aty, edhe mandej na mbulu me një batanie. Edhe mandena vozite, edhe një kohë, mandena ata në ndërkohë e informun policin, edhe neonal, edhe e morën atë zavendës shefin, atë zavendës shoferin. Edhe kështu ka qenë, do me thonë, sa ka qenë tragjike, komike, shqetësuse. Edhe një kujtim që nuk teke. Edhe një kujtim prej shoqënisë. Do me thonë, doktor Afrimit për ditëlindje dhe dorëza me abdi. Edhe Afrimit, po.